Me të vërtet Karuni ishte prej popullit Musait, ishte nga njerëzit e tij të afërm, thuhet ishte djali i xhaxhait tij. Ama ai i tradhtoi pra Beni Israilët, popullin e tij, dhe punoi kundër interesave të rrugës drejt, kundër rrugës Allahu xhaleshanu, por edhe kundër interesave të popullit të tij. Ai u shit për të mira materiale. Thuhet se ishte nga njerëzit më të dijshëm me dijet e Teuratit. Dhe për nga shtjellimet që bënte, edhe për nga dija që kishte, i thonin El Munawwar, i ndriçuari, i iluminuari, subhanallah. Sepse ishte shumë i dijshëm, madje thuhet se Musa alayhis salam e kish marrë me vete kur mori 70 vetë të zgjedhur nga populli i tij që do të shkonte të takimin me Allahun, pra ishte ky një prej atyre 70 njerëzve më të dijshëm të popullit Musait alayhis salam. E la besimin e sinqert. E ne kur e tregojmë sot historinë që mund të kenë ndodhur në arkun kohor për 100 vjetësh apo për 80 vjetësh, imagjino se çfarë na duhet ne për 15 minuta të tregojmë pra esencën, o tregojmë detajet më të rëndësishme, nuk mundemi neve sa do të përpiqemi. E Allahu xhaleshanu e përmblodhi këtë histori në 2 faqe të Kuranit pothuajse. E na tregoi Zoti xhaleshanu se ky njeri avash gradualisht, duke u tërheq nga të mirat materiale, duke mos e pastru zemrën e tij, duke mos i kërku falje Allahu xhaleshanu për zullumet, për pisliqet, për mëkatet, për gjunafet, duke mos e ndihmu veten e tij që të shkojë tek e mira dhe të rritë tek e mira me mundësitë që i falje Allahu xhaleshanu, se ishte nga njerëzit më të pasur që ka pa historia e njerëzimit, por se filloi nga pasioni që kishte për pushtet, edhe nga etja që kishte me bë zullum, subhanallahu, filloi edhe ato të mira që i fali Allahu xhaleshanu ti përdori për keq, për në rrugën e të keqes.